nga 27 korriku deri më 2 gusht. Një javë e fuqishme fillon, këto shenja do të përjetojnë ndryshime të mëdha. Një javë e re nuk sjell vetëm ditë të reja, por edhe mundësi që mund të ndryshojnë drejtimin e ngjarjeve më shpejt nga sa e imagjinoni. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, lëvizjet astrologjike krijojnë një atmosferë ku disa vendime do të kenë peshë të veçantë, ndërsa disa takime mund të hapin rrugë që deri dje dukeshin të pamundura. Në këtë horoskop javor do të zbuloni se si do të ndikohen fati, puna, financat, dashuria dhe shëndeti për secilën shenjë të zodiakut. Për disa nis një periudhë rritjeje, për të tjerë vjen koha për të mbyllur një kapitull dhe për të nisur një tjetër me më shumë besim. Qëndroni me ne deri në fund, sepse mesazhi për shenjën tuaj mund t'ju ndihmojë të merrni vendimin e duhur në momentin e duhur. Le të zbulojmë tani çfarë rezervon kjo javë për secilën shenjë. Virgjëresha. Java nga 27 korriku deri më 2 gusht ju fton të besoni më shumë të aftësitë që keni zhvilluar gjatë muajve të fundit. Një situatë që ka ecur ngadalë fillon të jap shenja përmirësimi dhe kjo do t'ju motivojë të vazhdoni pa hezitim. Në punë mund të merrni një detyrë ose një propozim që kërkon përgjegjësi më të madhe, por njëkohësisht ju jep mundësinë të tregoni vlerën tuaj. Financat kërkojnë kujdes në ditët e para të javës, ndërsa më pas krijohen kushte për stabilitet dhe organizim më të mirë. Në dashuri, komunikimi do të jetë arma juaj më e fortë. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë e sinqertë largon keqkuptimet dhe afron më shumë zemrat. Beqarët mund të njohin një person që i fiton me qetësinë dhe maturinë e tij. Fati do t'ju ndihmojë pikërisht atëherë kur të mos prisni asgjë të jashtëzakonshme. Shëndeti paraqitet i mirë, por mos e neglizhoni pushimin dhe ritmin e gjumit. Kjo javë ju mëson se rezultatet më të mëdha lindin nga hapat e vegjël të bërë me durim. Gaforja. Jo çdo ndryshim vjen me shurmë, disa zhvillime fillojnë në heshtje dhe vetëm pas pak ditësh kuptoni sa shumë kanë ndikuar në jetën tuaj. Kjo javë ju sjell mundësinë të lini pas disa pasiguri që ju kanë shoqëruar prej kohësh. Në aspektin profesional, një lajm ose një bisedë mund të ndryshojë mënyrën si e shihni të ardhmen. Nëse keni pritur një përgjigje, shanset janë që ajo të vijë më shpejt nga sa mendoni. Financat përmirësohen fal zgjedhjeve të kujdesshme dhe shmangesës së shpenzimeve impulsive. Në dashuri, partneri do të vlerësojë sinqeritetin dhe gatishmërinë tuaj për të dëgjuar. Ata që janë vetëm mund të përjetojnë një njohje që lind krejt natyrshëm dhe krijon besim që në fillim. Fati favorizon vendimet që merren pa nxitim dhe me mendje të kthjellët. Shëndeti kërkon më shumë kohë për relaksim dhe largim nga stresi i panevojshëm. Në fund të javës do ta kuptoni se disa pengesa nuk ishin fundi i rrugës, por fillimi i një drejtimi shumë më të mirë. Peshorja. Kjo javë mund t'ju vendos përballë disa zgjedhjeve që në pamje të parë duken të vogla, por që do të ndikojnë në javët dhe muajt që vijnë. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, do të ndjeni se shumë situata fillojnë të marrin drejtimin e duhur dhe kjo do t'ju japë më shumë siguri për të ecur përpara. Në punë, një bashkëpunim i ri ose një propozim interesant mund të hapë perspektiva që nuk i kishit marrë në konsiderat. Financat kërkojnë maturi, por një zhvillim pozitiv mund të përmirësojë ndjeshëm gjendjen tuaj ekonomike. Në dashuri, kjo është një javë ku komunikimi bëhet më i thellë dhe më i sinqertë. Ata që janë në një lidhje do të ndihen më afër partnerit, ndërsa beqarët mund të njohin dikë që krijon menjëherë ndjesinë e besimit. Fati favorizon guximin për të dalë nga rutina dhe për të pranuar mundësi të reja. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm, por mos lini pas dore aktivitetin fizik dhe pushimin. Në fund të javës do të ndjeni se ekuilibri që kërkonit ka filluar më në fund të ndërtohet. Ujori. Idetë që keni mbajtur vetëm për veten mund të bëhen pikërisht arsyeja pse kjo javë do të mbahet mend gjatë. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, energjia ju shtyn të dilni nga kufijtë që i keni vendosur vetes dhe të besoni më shumë te potenciali juaj. Në aspektin profesional, një mundësi për bashkëpunim ose një projekt i ri mund të ndryshojë ritmin e karrierës suaj.
Financat tregojnë shenja përmirësimi, sidomos nëse vazhdoni të merrni vendime të menduara dhe shmangni rreziqet e panevojshme. Në dashuri, partneri mund t'ju surprizojë me një gest që forcon besimin mes jush. Nëse jeni vetëm, një njohje e re mund të lindë përmes punës, miqve ose një aktiviteti të papritur. Fati ju favorizon sa herë që veproni pa u ndikuar nga mendimet e të tjerëve. Shëndeti paraqitet i mirë, por ritmi i ngarkuar kërkon më shumë kujdes ndaj pushimit dhe energjisë tuaj. Kjo javë ju kujton se çdo ndryshim i madh fillon nga një vendim që të tjerët nuk guxojnë ta marrin. Demi. Qëndrueshmëria juaj do të jetë avantazhi më i madh gjatë kësaj jave, sepse shumë situata do të kërkojnë qetësi dhe vendime të menduara. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, mund të merrni një lajm që ju bën të shihni më qartë një rrugë që deri tani dukej e paqartë. Në punë, përkushtimi juaj mund të shpërblehet me më shumë përgjegjësi ose me një mundësi që sjell rritje afatgjat. Financat përmirësohen gradualisht dhe një zgjedhje e zgjuar mund të japë rezultat më shpejt nga sa prisnin. Në dashuri, marrëdhëniet fitojnë më shumë stabilitet dhe mirëkuptim. Ata që janë vetëm mund të takojnë një person që nuk përpiqet të impresionojë me fjalë, por me veprime. Fati ju ndihmon të gjeni njerëzit e duhur në momentet më të rëndësishme. Shëndeti mbetet i mirë nëse ruani ekuilibrin mes punës dhe pushimit. Në fund të javës do ta kuptoni se durimi juaj ka qenë investimi më i vlefshëm për gjithçka që po ndërtoni. Shigjetari. Një javë e mbushur me lëvizje dhe mundësi po fillon për ju. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, do të ndjeni se shumë dyert që deri dje dukeshin të mbyllura fillojnë të hapen njëra pas tjetrës. Në aspektin profesional, mund të merrni një propozim ose të krijoni një kontakt që do të ketë rëndësi edhe pas kësaj jave. Nëse jeni duke kërkuar një ndryshim në karrierë, kjo periudhë favorizon iniciativat dhe vendimet e guximshme. Financat kërkojnë më shumë organizim në fillim të javës, por më pas situata stabilizohet dhe mund të shfaqet edhe një mundësi për të rritur të ardhurat. Në dashuri, energjia bëhet më romantike dhe më spontane. Ata që janë në një lidhje do të ndajnë momente që forcojnë besimin, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga një person që ndan të njëjtat ëndra dhe ambicie. Fati do të jetë në anën tuaj kur të vendosni të mos shtyni më planet që keni menduar prej kohësh. Shëndeti paraqitet i mirë, por kushtojini më shumë rëndësi aktivitetit fizik dhe kohës në natyrë. Kjo javë ju kujton se guximi shpesh shpërblehet në mënyrat më të bukura. Akrepi. Ndonjëherë një javë e vetme është e mjaftueshme për të ndryshuar mënyrën si e shihni të ardhmen. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, intuita juaj do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të merrni vendime që të tjerët mund të mos i kuptojnë menjëherë. Në punë, një zhvillim i papritur ose një lajm pozitiv mund t'ju japë më shumë siguri për projektet që po ndërtoni. Financat kërkojnë kujdes me investimet dhe shmangjen e vendimeve të nxituara, por java favorizon stabilitetin dhe planifikimin afatgjat. Në dashuri, emocionet bëhen më të qarta dhe një bisedë e rëndësishme mund të afrojë dy persona që kanë mbajtur shumë gjëra brenda vetes. Beqarët mund të njohin dikë që i surprizon me sinqeritetin dhe qetësinë e tij. Fati do të shfaqet përmes njerëzve që hyjnë papritur në jetën tuaj. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj lodhjes mendore dhe pushim cilësor. Në fund të javës do të kuptoni se disa ndryshime ishin pikërisht ato që ju nevojiteshin. Luani. Kjo javë ju vendos në qendër të vëmendjes dhe ju jep mundësinë të tregoni potencialin që keni mbajtur për një kohë të gjatë. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, shumë situata do të varen nga vendimet që merrni dhe mënyra si reagoni ndaj mundësive të reja. Në punë, një përgjegjësi e rëndësishme ose një projekt i ri mund të hapë rrugën drejt një faze më të suksesshme. Financat përmirësohen fal disiplinës dhe zgjedhjeve të mençura që keni bërë më parë. Në dashuri, partneri do të vlerësojë mbështetjen dhe energjinë pozitive që transmetoni. Nëse jeni vetëm, mund të lindë një njohje që zhvillohet shumë më shpejt nga sa prisnin. Fati favorizon ata që nuk kanë frikë të marrin iniciativa dhe të besojnë te vetja.
Shëndeti mbetet i mirë, por kushtojini vëmendje balancës mes angazhimeve dhe kohës për veten. Kjo javë do t'ju kujtoj se mundësitë më të mëdha shpesh shfaqen pikërisht kur jeni gati të besoni plotësisht në aftësitë tuaja. Peshqit. Kjo javë ju fton të dëgjoni më shumë intuitën se sa shurmën që krijojnë rrethanat përreth. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, shumë gjëra që deri tani kanë qenë të paqarta fillojnë të marrin kuptim dhe kjo do t'ju jap më shumë besim për hapat e ardhshëm. Në punë, një ide krijuese ose një zgjidhje që askush nuk e kishte menduar mund t'ju vendosë në qendër të vëmendjes. Financat përmirësohen nëse vazhdoni të tregoheni të matur dhe të shmangni shpenzimet emocionale. Në dashuri, kjo javë sjell më shumë afërsi dhe mirëkuptim. Ata që janë në një lidhje do të kenë mundësinë të zgjidhin një çështje që ka qëndruar pezull, ndërsa beqarët mund të takojnë një person që i bën të ndihen të sigurt që në bisedat e para. Fati do të shfaqet në momentin kur vendosni të mos dyshoni më tek vetja. Shëndeti mbetet i mirë, por mos e neglizhoni pushimin dhe kujdesin ndaj vetes. Në fund të javës do të kuptoni se shumë prej përgjigjeve që kërkonit kanë qenë gjithmonë brenda jush. Dashi. Energjia e kësaj jave ju shtyn të mos prisni që gjërat të ndryshojnë vetë, por të bëheni ju nismëtari i ndryshimeve që dëshironi. Nga 27 korriku deri më 2 gusht do të shfaqen mundësi që kërkojnë vendime të shpejta, por edhe mendim të kthjellët. Në punë mund të merrni një ofertë ose një detyrë që ju nxjerr nga rutina dhe ju jep mundësinë të tregoni aftësitë tuaja. Financat kërkojnë më shumë kujdes në mes të javës, por fundjava sjell lajme që mund të përmirësojnë gjendjen ekonomike. Në dashuri, marrëdhëniet fitojnë më shumë energji pozitive dhe partneri do të vlerësojë sinqeritetin tuaj. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur që lind në një ambient krejt të zakonshëm. Fati favorizon ata që nuk i lën mundësitë të kalojnë nga frika e dështimit. Shëndeti paraqitet i mirë, megjithatë kushtojini rëndësi pushimit dhe rikuperimit të energjisë. Kjo javë mund të jetë pika e nisjes së një periudhe shumë më dinamike dhe më premtuese. Binjakët. Kjo javë sjell ritëm, komunikim dhe zhvillime që mund të ndryshojnë planet tuaja në mënyrën më pozitive. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, shumë biseda do të kenë më shumë rëndësi nga sa duket në fillim. Në punë, një kontakt i ri ose një bashkëpunim mund të krijojë mundësi që ndikojnë në të ardhmen tuaj profesionale. Financat kërkojnë organizim dhe kujdes, por java favorizon vendimet që merren me logjik dhe jo me nxitim. Në dashuri, partneri do të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje, ndërsa beqarët mund të njihen me një person që i tërheq për inteligjencën dhe mënyrën e komunikimit. Fati do të jetë në anën tuaj sa herë që pranoni të dëgjoni ide të reja dhe të mos kufizoheni nga rutina. Shëndeti mbetet i qëndrueshëm, por mos e mbingarkoni veten me shumë angazhime njëkohësisht. Në fund të javës do të kuptoni se një bisedë e vetme mund të jetë fillimi i një ndryshimi shumë më të madh nga sa kishit menduar. Britsjapi. Java mbyllet me një energji që ju favorizon më shumë nga sa prisnin. Nga 27 korriku deri më 2 gusht, shumë përpjekje të bëra në heshtje fillojnë të japin rezultat dhe kjo ju jep besim për objektivat që keni vendosur për muajt në vazhdim. Në punë mund të merrni një vlerësim, një përgjegjësi të re ose një mundësi që forcon pozicionin tuaj. Financat tregojnë shenja stabiliteti dhe një vendim i zgjuar mund të sjellë përfitime afatgjata. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të forta fal sinqeritetit dhe mbështetjes së ndërsjell. Ata që janë vetëm mund të kuptojnë se një person që ka qenë pranë tyre prej kohësh po fiton një vend të veçantë në zemrën e tyre. Fati shpërblen durimin dhe këmbënguljen që keni treguar gjatë gjithë kësaj periudhe. Shëndeti paraqitet i mirë, por është koha të kujdeseni më shumë për ekuilibrin mes punës dhe jetës personale. Kjo javë ju tregon se suksesi më i qëndrueshëm ndërtohet gjithmonë mbi përkushtimin dhe vendimet e mençura. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën suksesi nëse beson se java nga 27 korriku deri më 2 gusht do të sjellë mundësi të reja dhe na trego edhe shenjën tënde.
Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht sot.